Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku ka propozuar një koalicion të partive shqiptare, pasi sipas tij, lëvizja vetëvendosje nuk po tregon vullnet për zgjidhje. Kuptojeni që jemi në një krizë dhe partia e parë nuk po tregon vullnet për zgjidhje. Përkundrazi, ka një qendrim bllokues, ka deklaruar Abdigjiku, duke theksuar se takimet duhet të jenë të përbashkëta. I kam njoftuar, nuk mund të flas për partitë e tjera, ka marrë gatishmëri të disa prej liderëve, pra po flasim për qeveri nacionale të tranzicionit, të një unitetit të tanishëm, të domosdoshëm për Republikën e Kosovës, me afat të shkurt, me kryeministër dhe kabinet unifikues Republikën e Kosovës deri në zgjedhjen e presidentit të ri. Abdigjiku e ka hedhur poshtë mundësinë që Kurti t'i prikë kësaj qeverie, duke theksuar se kryeministri duhet të jetë një person unifikues e jo polarizues, siç është shprehur ai. Në anën tjetër, sot para këtij takimi të krerëve të LDK-s për krizën institucionale ka folur edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti. Nuk është kollaj të analizojmë frikën e opozitës, edhe kjo është punë për analist. Unë kryeministër, vazhdojmë tutje, ka thënë Kurti.